Elbasani doli me 1 pikë nga transferta me Partizanin fundjavën që lan pas, me barazimin që i dha mundësinë të ruajë ecurinë e rezultateve pozitive dhe mbi të gjitha të jetë ende në garë për vendin e parë. Ish trajneri i skuadrës verde blu Shkëlqim Lleshanaku analizon këtë duel. Lleshanaku ndalet edhe te fakti që u bën disa ndeshje që verde blut nuk ruajnë dot avantazhin. Unë mendoj se ishte një rezultat shumë i mirë për ekipin tonë, pavarësisht se si erdhi loja. Mendoj që dalja me karton të kuq e dëmtoi ekipin e Elbasanit, që deri në atë çast e kishte dominuar takimin, por mendoj se gjëra që e dëmtoi më shumë dhe nuk u arrit rezultati maksimal ishte humbja penaltis nga Zage, e cila do të jepte lojës një tjetër rrjedh edhe do të siguronte 3 pikë në Elbasan. Megjithatë, duke parë të gjithë rezultatet e tjera, mendoj që ishte një pikë jashtëzakonisht e vlefshme. Mendoj që presidenca ka menduar që të bëjë një merkato duke blerë 2 lojtarë të cilët janë prezantuar tashmë, që janë jashtëzakonisht cilësor. Por mendoj që nga ana tjetër që ekipet e tjera kanë rritur shumë cilësinë e tyre, kampionati është jashtëzakonisht i fortë, shikojmë ka shumë barazime, fitoret janë me pikatore, nuk ka më fitore me diferencë madhe gola. Në fund ish tekniku i Elbasanit ndalet edhe tek dueli kësaj fundjave ku verde blut presin në shtëpi ekipin e Teutës. Vola, thash nuk ka më sfida të lehta, sepse gjithë ekipet tash janë në një vogël. Fitore e Tiranës ka futur që nga Teuta e Bora i ka futur në valle për të mosur nga kategoria dhe pjesa tjetër pastaj lufton për të siguruar vendin kaçe, megjithëse mendoj duke analizuar rezultatet dhe përbërjen e ekipeve që ka dhe ekipet e para tashmë besoj me 90% kanë siguruar kaçën e parë dhe dihet ato që do luftojnë për titullin kampion. Verde blu do të luajnë me Teutën ditën e premte në orën 16:30 në Elbasan Arena, me synimin e vetëm për të dalë me 3 pikë dhe për të ruajtur hapin e kreut.